Shakrisë, më falë që po ndikoj, sepse edhe unë marrë vesh nga kjo pjesa, ose nuk e di, është komplet e paqëndrueshme. Ose punoj me veten, ose unë tisha ti, vallaj, do me ta thonë troqë, tisha ti, unë s'do kisha hyrë kur në Big Brother në këtë vit, do kisha hyrë vitin tjetër. Po ku e di unë që më jep mundësia pra e kuptoj atë gjën, por për shumë arsye unë nuk do ta kisha bërë, sepse do kisha përfunduar kështu si ti. Dhe besom që kam qenë në të njëjtën situatë. Okej? Por nuk i kam kërkuar llogari personit të tretë. Po nuk i kërkoj, dhe nuk kam mundur t'i kërkoj as llogari personit që ka qenë me mua. Sepse nuk mund t'i thosh atij pse ke bërë këtë gjë. Absolutisht, sepse nuk jam unë në atë gjendje, pavarësisht se situatave se kanë shkuar. Pavarësisht sa me nerva kam qenë etj. Më kupton? Nuk mundem unë ta bëj një gjë të tillë. Dhe për arsye krenarie etj. E kam katof. Dhe ka ndodhur shpeshherë që nuk e kam dhënë edhe me shoqëri të përbashkët, siç jemi në Big Brother, që e kam thënë, doni dilni me mua. Doni dilni me palën tjetër, mos më llogarisni fare, mos më thrisni. Tashi ti ose do mbash këtë qëndrim për